Bashkimi Demokratik për Integrim mohon kategorikisht disa zëra në opinion se protesta e studentëve e paralajmëruar më 18 nëntor që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, po politizohet nga kjo parti. Këtë e pohon sekretari i përgjithshëm i BDI-së Arbër Ademi. Ai në emisionin Debat në Shenja kritikoi ashpër Partinë Vlen se sipas tij shpërndajnë dezinformata në opinion për të vetmën arsye që siç tha ta mbulojnë turpin e tyre për mos pjesëmarrje në protestë. Pse nga BDI? Po aty po marrin pjesë edhe ASH-ja e zotit Taravari, edhe ASH-ja e zotit Sejla, edhe LSDM-ja, po dalin gjitha, PD-ja dhe PS-ja janë bashku sot. Zoti Ismaili. Dhe shumë mirë që kanë bashkë. PD-ja dhe PS-ja në Shqipëri janë bë bashkë në mbështetje studentëve. E keni zonjës Jurida Tabaku qëndrimin. E keni zotit Pandelim Majko qëndrimin. E keni të shoqërisë civile, gazetarit Manin Mema, e keni Enver Hoxhajt i PDK-s, e keni Daut Haradinaj të AK-s. Do me thonë, gjitha partitë në gjithë trojet shqiptare po bashkohen, po këta që duhet të marrin leje, e atë leje se ne sigurojnë prej Stelkovicit, prej kryeministrit Mickoski, prej Fillkovit, edhe këta çka do të bëjnë, si ta mbulojnë mos pjesëmarrjen e tyre. Po politizohet. Po politizohet. Jo mërzotni ftesa është edhe për ty. Gjuha s'duhet na ndaj. Pavarësisht deklaratave të eksponentëve të koalicionit të Vlen, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, se gjuha shqipe në mashininë e Veriut nuk është e zyrtare. Ademi këmbëngull se gjuha shqipe është e zyrtare dhe se sipas tij, ky ligj në rrethana të jashtëzakonshme është votuar në vitin 2019. Kemi të Vleni përfaqësues politik, të cilët këtë gjuhën tonë, të shtrenjtë amtare, e kanë quajtur gjuhë zyrtare, sot dhe thonë, nuk është zyrtare. Ka përfaqësues të Vlenit, të cilët thonë, nuk është gjuhë zyrtare, është gjuhë e përkthyer. Ka përfaqësues të Vlenit, të cilët thonë, nuk është zyrtare, po është potencialisht zyrtare. Ose në klapa, po. Më thoni, a ju pret atyre sëpata me një vend? A vetë në tulen, le të mirën vesh, gjoja se tash një parti janë bë. Gjoja, pse vetëm gjoja? Arbër Ademi tha se nëse ka BDI një kapital të madh politik, pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit, është miratimi i ligjit për gjuhën shqipe, ndërsa sa i përket deklaratave të kryeministit të Kosovës Albin Kurti, kur tha se gjuha shqipe nuk është e zyrtare, Ademi tha se ai ka gabuar rënd dhe se duhet të kërkojë falje shqiptarëve në mashininë e Veriut.